Përshëndetje. Ka njerëz që i durojmë sepse i duam dhe ka të tjerë që i durojmë vetëm se nuk kemi nerva të shpjegojmë pse nuk i duam t'i shohim me sy. Pyetja, sa mund të duroj dikë që më bie në qafë, është si të pyesësh sa mund të mbaj frymën në ujë. Përgjigjja është pak, shumë pak, por gjithsesi më gjatë se ç'mendon. Deri sa të shpërthesh. Pse dikush na bie në qafë? Në Shqip kemi shumë shprehje për të përshkruar këtë fenomen. Po më ha kokën. Më ngeli mu bë rodhe. Po më merr shpirtin. Më bë si çmçakis. E gjitha kjo përkthehet në një gjë. Dikush që nuk njeh kufi dhe mendon se ti je burimi i pafund durimi, si hidrocentrali i Komanit. Këta janë kolegu që çdo ditë të pyet dhe të merr duke të pyetur, ke një silolaps? Dhe një ditë e sheh që ky ka hapur kancelerin me lapsat e tu. Tezja, apo halla, që në çdo dasëm të pyet, po ti pse nuk martohesh? Edhe pse je 45 vjeç dhe i ke shpjeguar 100 herë se martesa nuk është si llotarit që të bien dhe ja hodhe. Tjetër mund të jetë shoku që të merr në telefon vetëm kur i duhet makina. Jo për shoqëri, jo për kafe, vetëm për transport. Durimi nuk është i pafund. Shpesh në kulturën tonë durimi glorifikohet duaje tjetrin. Mos e prish qefin. Shpirti mati duron gjithçka. Mirë po, tenxheria me presion duron vetëm deri në një pikë, pastaj plas. Dhe kur plas nuk thot më fal, thot bam. S'ka. Në psikologji kjo quhet konsum emocional. Ti mendon se po duron, por në fakt po mbush një shishe me gaz të ngjeshur fort. Sa më gjatë të mos e hapësh ta mbash të mbyllur, aq më keq do të shpërthej ajo. Arsye pse e lejojmë? Faj thua me vete. Po ti them jo, do ndihet keq. Pra ti sakrifikon qetësinë tënde që tjetri të flej rehat. Frika. Po sikur të më braktis, shumë njerëz durojnë partner toksik vetëm nga frika e vetmisë. Edukata. Na mësojnë që duhet të jemi të mirë, që durimi është virtyt, shumë bukur, por askush të tregon që virtyti pa kufi bëhet budallëk. Shpresa. Kjo është më qesharakja. Besojmë se një ditë tjetri do të ndryshojë. Në fakt, nëse nuk ja thua troç, nuk ka për të ndryshuar. Ai mendon ky duron, pse të lodhem? T'jap disa shembuj nga jeta e përditshme. Në familje, nëna që të telefonon 5 herë në ditë vetëm për të thënë mos haro të hash. Pas herës së tretë nuk është më kujdes. Është kontroll. Në punë, shefi që të ngarkon gjithmonë me punë ekstra me justifikimin ti je më i aftë. Ajo që përkthehet është ti nuk thua kur jo, prandaj të ngarkoj ty. Sa mund të durojmë? Durimi është si bateri, nuk ka nivel fiks, por bie sa herë që dikush të bie në qafë. Tek njerëzit që duam, bateria mban më gjatë. Një fëmijë që qan tërnatën, prap të duket i ëmbël. Tek të panjohurit, bateria shpenzohet shpejt. Në radhët e bankës, kur një njeri të shtyn përpara, për 1 metër më shumë duket sikur po të vjedh jetën. Te kolegët ose te të afërmit, që nuk i zgjedh dot. Bateria bëhet një lodhje kronike, s'plas më njëherë, por shpenzon çdo ditë pak energji derisa të shndrohesh në një kufom qetëse. Çfarë ndodh kur te i kalohet kufiri? Unë do t'jap disa simptoma të qarta. Fillon të shpërthesh edhe për gjërat më të vogla. Më jep pak kripën? Tingëllon si deklarat lufte. Fillon të shmangësh takimet me atë person. Shpikim dhimbje stomaku, takime urgjente dhe vdekje gjyshrish të imagjinuar. Fillon të ndihesh fajtor, pse je gjallë? Po, ka raste kur viktima e ndjen veten fajtor pse nuk po duron dot më. Zgjidhja. Kufit personal. Psikologjia nuk do të thot mos duro fare, jo, do thot duro me kufi. Thuaj jo pa e stolisur. Fjala jo nuk ka nevojë për dekorime, për zbukurime. Ti e di si është puna. Më vjen keq shumë, por më kupto pak. Ose thjesht, jo, s'mundem tani. Vendos rregulla. Mund të ndihmoj këtë javë, por jo çdo herë. Rregull?
hiqe fajin, nuk je ti i keqi që s'pranon të jesh 24 orë pa pushim gjithë javën. I keqi është ai që s'respekton kufit. Shmang justifikimet e tepërta. Sa më shumë fjalë përdor, aq më shumë hap derën për debat. Po kur është familja? Kur është familja, bëhet me ndërlikuar. Nuk mund t'i thuash mamas, nuk dua të më biesh në qafë. Hajde, mirupafshim për gjithmonë. Por mund të vendosësh kufi të butë. Mama, një telefonat në ditë mjafton. Apo, më intereson mendimi yt, por vendimin e marr vetë. Kufit nuk janë mure që të ndajnë, janë dritare me perde. Mund t'i hapësh e t'i mbyllësh sipas nevojës. Por pyetja mbetet, sa mund të duroj dikë që më bie në qafë? Përgjigjja është, deri në momentin kur vetja ime vlen më pak se qetësia e tjetrit. Nëse vazhdon të durosh pafund, nuk je më i duruar, je viktim me patent. Nëse e shohim thjesht, ti biesh dikujt në qafë është profesion i lehtë. Të durosh është profesion i lodhshëm. Por asnjë njeri nuk ka lindur për të bërë derë ku të tjerët të trokasin pa pushim. Në fund, vendosja e kufive nuk është mungesë dashurie. Është mënyra më e pastër për të thënë të dua, por nuk ekzistoj. Dhe nëse nuk e kuptojmë, atëherë përgjigjja më e thjeshtë është nuk kam bateri më për ty. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse ju pëlqeu, mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofshi.